Tragjedi. U sulmuan me thik, bokseri vritet me thik ndërsa mbronte motrën e tij. Një ngjarje tronditse ka goditur komunitetin e boksit në Meksik, pasi talenti premtues Jose David Hernandez, vetëm 20 vjeç, është vrarë teksa përpiqej të mbronte motrën e tij gjatë një sulmi me thik në shtëpinë e familjes pranë Mexico City. Sipas raportimeve lokale, Hernandez po qëndronte në banesë me 4 motrat e tij kur ndodhi incidenti i rënd të martën e kaluar. Ai u godit fatalisht gjatë përleshjes, ndërsa autoritetet dyshojnë se sulmuesi mund të ketë qenë i afërm i familjes. Mjekët mbërritën shpejt, por i riu kishte ndruar jetë në vendngjarje, ndërkohë agresori raportohet se është ende në arati. Hernandez konsiderohej si një nga talentet më premtues të boksit meksikan. Ai kishte nisur stërvitjen që në moshën 10 vjeç dhe ishte fituesi disa turneve kombëtar në nivel amator, duke përgatitur për debutimin e tij profesionist. Lajmi e ka tronditur edhe trajnierin e tij, kampionin Titan Rodriguez, i cili publikoi një mesazh prekës: "Sot u zgjova me një lajm shkatërues se ti nuk je më miku im, vllai im, partneri im i vrapimeve, kishim kaq shumë ëndra përpara, një pjesë e zemrës time shkon me ty." Rodriguez shtoi se do të vazhdoi të punoj fort për të realizuar objektivat që kishin vendosur së bashku, duke nderuar kujtimin e tij. Vdekja tragjike e Jose David Hernandez ka ngjallur dhimbje të madhe në komunitetin sportiv, teksa autoritetet vijojnë hetimet për kapjen e autorit të ngjarjes.